për ata vllazën, çfarë do halli problemi që e ke? Nëse më pyet mua çka më bë, unë të them bën istighfar. Po nëse po kam vën punë, bën istighfar. Kur të vjen mas një mujt 2-3 e ka gjetë. Po si jam i martuar, bën istighfar. Po vinë shpesh herë çiftet e reja, sepse pe paguajnë faturën e gabimeve kur po martohen, e një 4-5 vjet pak po jetojnë pak ma din po dalin kështu ma po knaqen pak. E mas 5 vjetë tak, ajo mitra po të kurët edhe pastaj s'pe pranon do me thonë foshtin, po thëtë se me gachme ta shëllone, e ta na ku me shku e për mjek, jo mirë, jo në analizat, ha shkët e hoxha, qka me bo, na veç për ju thojnë a bëni istighfar. Të dikush qysh istighfar, qa lidhë istighfari me mitet? Lidhet, se Allahu e përmenan pjesën e partë të hutbes. Nëse i kërkoni falje Allahut, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allahu ja shton pasunin edhe i jep evlat. Për ata dhe kanë përmend dietarët bashkohor të kohës së sotme që një prej këshillave që duhet m'ia dhon atyne që nuk kanë fëmijë, e atyne që nuk kanë pasuri, e atyne që nuk kanë shumë të mira është këshilla për istighfar, me bo istighfar. Për ata edhe Imam Albani, dietari shqiptar, kur shkon dikush e pyet atë në një mezhlis, një në nej, me nxënësat e tina i thet, o shejх, o hoxh, unë e thet, nuk kam fëmijë, edhe po e kërkoj me ngulëm, edhe po kem qef, edhe unë edhe gruaja me pas fëmijë, thët o birim, thët shpesh të e istighfarin, sa ma shumë istighfar, sa ma shumë estagfirullah. Mas një viti kthejet në mezhlisat i me nxënës, sa me talebe, e i thët o hoxh, Allah më ka begatu me binjak. Mas një vitit, Allah e kish begatu me qka? Me binjak. E kësi rastës ka shumë në historinë e muslimanve. Allahu na falt, Allahu na udhëz.